Për gjatë orëve të para të mëngjesit të ditës së mërkurë, qyteza e Orrikumit është prekur nga një baticë në nivele të larta, si rrjedhoi e vërshimit të ujit të detit. Disa biznese që funksionojnë kryesisht sezonal u prekën për gjatë vijës bregdetare. Një ditë pas kësaj batice, dëmet që la pas janë të dukshme. Një prej bizneseve që është prekur nga fenomeni i baticës është ai i Klodian Merkohitoj, i cili tregon se ka patur dëme në plazh dhe lokal që administrohet prej tij në Bregdet. Sipas Merkohitoj, është një fenomen që më parë ka qenë i rrallë, por ndikimi i ndryshimeve klimatike dhe dorës njeriut e ka bërë që të jetë më i shpeshtë. Disa dëme të vogla të plazhi, po. Disa biznese të tjera dëme dhe më të mëdha se kanë qenë më afër detit. Unë kam fatin e mirë që kam një bordurë mbrojtëse përballë biznesit tim që është gjatë pothuajse gjithë Bregdetit, rrugës Orrikumit, buzdetit Orrikum. Disa nuk e kanë atë bordurën dhe ka prekur deti. Ndryshimet klimatike do jenë gjithnjë më të qetë këtu ti, kështu që duhet ti paraprim këto gjëra që ndodhin. Është herë e parë. Mund të ndodhej në një rast tjetër, po jo kaq drastike në këtë situatë kaq të keqe dhe ka për të ndodhur më keq, nëse nuk i paraprim. Nuk kam katërstinet nuk ekzistojnë më, kështu që dora e njeriut po shkatron gjithçka. Klima po ndryshon totalisht. Kemi sot është ditë e parë që nga dita 1 janar 2026 që s'po bie shi. Ti themi gjëra siç janë, është faktike, se nuk është se e them unë se është gjithë mediat botërore po e shprehin, është problem klimatik i jashtëzakonshëm. Këtu shqyr zotit jemi akoma të bekuar, por ka për të ardhur dhe në një stuhi më e madhe, s'po them uragan se dhe ata mund të afrohen. Është, unë personalisht kam dalë me stafin tim në ndihmë të bashkisë, të njësisë bashkiake, ata janë të zënë të vafrit në shumë punëra të tjera, dhe unë jap një dorë, aq sa mundem. Por këtu edhe një pjesë tjetër të komunitetit tjetër në ndihmë gjithnjë të njësisë bashkiake. Na veriu del dalga këtej. Po diu, ndoshta është ngri dhe niveli i detit pak. Në gjatë e ka dalë gjithmonë, çdo vit, s'kam pyetur. Kam qenë shumë interesuar se s'kam një biznes aty gjithë. Këto janë batica detare. Po. Nuk ka ndonjë problem. Natyral. Ka ndodhur dhe më para, jo shumë, po që janë batica. Unë kam të 60 e ca vjetë këtu, është i pari që u bën dy, jo, që jemi më para një batica e madhe, jo që me ndoshta janë dhe fenomena natyrore, por sipas detit ne kështu e dim. Para 15 ditë, 20 ditë, jo kaq. Po, kjo ka qenë më e madhja dhe ka kapur jo të gjithë Bregdetin. Një pjesë. Tek Postdoku është më pak. Po, pjesërisht. Sa këtu ka qenë më fuqish. Herë e parë në këtë mas, pa herë ka ndodhur vazhdimisht. Po herë e parë. Batica. Jo. Shumë, për dita dalëm. Zhavor për gjatën ngëshuar, jo. Unë që jam rritur këtu, nuk e kam problem. Kjo është herë e parë që ka qenë fuqishme, po nuk ka bërë ndonjë dëm. Merkohitoj thotë se në vazhdim këto fenomene do të jenë më të egra, ndaj duhen marrë padyshim masa.